Në emisionin Debat në Shenja, dy analistët politik Ibrahim Mehmeti dhe Xhelal Neziri shpalosën pikpamjet e tyre mbi zhvillimet e fundit politike në vend. I pyetur nëse beson se projekti Vlen është një projekt afatgjat, Mehmeti u shpreh se formimi i Vlenit ka qenë i përshpejtuar dhe se kjo ka lënë pasoja edhe në mënyrën e funksionimit. Mehmeti shtoi se pjesëmarrja në qeveri i ka dhënë një mundësi që ajo të rikonfigurohet brenda vetvetes, ku sipas tij edhe të faktorizohet aq më tepër nëse ato arrin të formojnë një subjekt të vetëm, i cili do të ishte funksional. Nëse bashkohen, do të jetë mirë. Do të nuk them që është kot, ai do të jetë punë e mirë, sepse në atë rast do të kenë një koordinim më të fortë, do të kenë ndoshta edhe më të fortë edhe në qeveri, gjë që tani nuk e shohim. Nga ana tjetër, analisti politik Xhelal Neziri u pyet nëse rikthimi i Artan Grupit është i dëmshëm apo i dobishëm për BDI-n. Po nuk është më pjesë e BDI-s, sa e di unë. Po, ka dhënë dorëheqje vetvetive, ka paralajmëruar. Ka dhënë dorëheqje dhe tash dikush thotë ai do të flasë, nuk mund ai të flasë ose të jetë ajo deklarata e tij të jetë më valide se sa dokumentet ose gjurmët që ka lënë në institucion ai ose BDI-ja ose funksionarët caktuar të BDI-s. Ai s'ka çka flet për shkak se të gjithë funksionarët e BDI-s që kanë qenë pushtet dhe që kanë shkelur ligjin, janë përfshirë në afera korruptive, kanë lënë gjurmë dhe institucionet i dinë ato, ka nevojë të flasë zoti Grupi. Ndërsa analisti Ibrahim Mehmeti tha se kthimi i Artan Grupit nuk është ngjarje e thjeshtë, sipas tij qeveria ka ndonjë interes që e trajton me kujdes.